Do t'ju ham të gjallë, ju paralemëroj zoti Alizoti një ditë më parë. Mua personalisht më duk ky një term shumë jo i denj, sidomos nga një figurë që unë e kam menduar intelektuale si zoti Alizoti, sepse nuk është kjo gjua e komunikimit. Ne socialistët në fakt nuk flasim me këtë gjuhë komunikime. Kështu që nuk besoj se këto janë mënyrat se si duhet ne të komunikojmë në fushat edhe me kundërshtar. Nuk e morët personale? Absolutisht jo. Madje e kam dëgjuar vetëm sot paradite këtë gjën kur pata kohë dhe kur e pash ishte shumë e komentuar si frazë, sepse dje isha shumë e zënë për të takuar qytetarët e zonës time edhe për të ndarë me ta programin ton edhe për të diskutuar, sepse duhet kishte një mbështetje Partia Socialiste dhe Ulona Byllybashin këto zgjedhje. E kuptoj. Kur flisnim për 9 apo 9+ mandate në 11 maj, llogarit dhe kalkulimet edhe ndarjen e qarkut e Elbasanit në mandate e bëni vetëm me Partinë Demokratike përballë apo keni llogaritur edhe të rinjt? Nga të dhënat që kemi deri tani, ne llogarisim këtë ndarje vetëm me Partinë Demokratike. Nuk mendojmë se nga të dhënat paktën që ne marrim nga territori, do të ketë mundësi që një nga partitë e vogla të ketë një mandat në Elbasan. Dakor. Ndërkohë jeni hasur në rrugë, në fushat, në terren, në takime me rival tuajët politik apo jo? Ndarja, zonat janë të qarta apo edhe nëse keni patur përballjen e munduar të shmangni? Po, ka rrestisur shumë herë që jemi gjendur në të njëjtat zona me kundërshtarët tanë politik, por ne përtej të qenit politikan jemi njerëz qytetar që jetojmë në një qytet, jemi përshëndetur edhe gjithse kush ka vazhduar fushatën e tij. Paktën kështu ka ndodhur me mua. Okej, kush vendos pra për këto 9 mandate apo plus 9 mandate? Cila vot mendoni që do të jetë vendimtare? Pra flas edhe nëse mandani qarkun e Elbasanit në zona apo vot agri apo mund të merrni edhe vot demokratësh, pra si keni bërë kalkulimet? Se ju thatë që kemi sondazhe apo kalkulimet tona të brendshme edhe si parti, po cila mund të jetë zona që i dhuroni jo vetëm fitoren, por edhe një mandat plus Partisë Socialiste në 11 maj? Ka shumë arsye pse ne kalkulojmë që do të jemi fitues me 9+ mandate. E para, ndjehet mbështetja e të gjithë socialistëve tradicional për të qenë pjesë e votimeve, pra për të qenë pjesëmarrës në votime dhe për të vazhduar për të mbështetur Partinë Socialiste. Gjithashtu ndjehet që pjesa tjetër e qytetarëve, elektoratit gri ka një mbështetje për Partinë Socialiste. Ne kalkulojmë këtu gjithashtu rezultatet që na vijnë nga vota e diasporës. Elbasani ka rreth 25.000 të regjistruar dhe ne mendojmë që në një përqindje të konsiderueshme të gjithë pjesëmarrësve të diasporës në votim që do ta kemë përmbyllur me sukses procesin, Partia Socialiste do të jetë forca më e votuar. Kështu që si rezultati të gjithë faktorëve, ne mendojmë që do të arrijmë këtë rezultat. Mos harrojmë këtu që ndonjëherë edhe për shkak të kundërshtarit, ndoshta edhe për shkak të besimit të plot që Edi Rama dhe ekipi i tij ka mundësinë të udhëheqë vendin drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, shumë demokratë ndoshta për fëmijët e tyre, për të ardhmen e Shqipërisë do t'i bashkohen votës socialiste. Dakor. Zonja Byllybashin, faleminderit shumë për kohën. Ju urojmë edhe një javë fushat të mbarë, edhe pse do të jetë intensive, besoj në këto 7 ditë të fundit dhe suksese në garën tuaj të vërtet politike atë të 11 majit. Faleminderit shumë.